Përshëndetje, tani do ta pyesim Luanin një pyetje shumë interesante. Zotri Luan, si duhet ta zgjedhim partnerin e duhur për martesë? E merë për dorë dhe shkon kinema. Nëse 2 orë nuk fol, merë qojë të shtëpia mos tani. Do më thënë nëse heshta? Nëse hesh. Kusht psikologjik shumë, për tash ta kthej kështu, vazhdo. Kemi objekt depo me qira, 850 metra katror për qira dhanje, i ka gjitha kushtet me marrëveshje, çmimi është 3 euro e gjys, në Prishtinë, mrapa autosalonit e ndritja, apo të spitali Otrila në Prishtinë, në Çagllavic. Thirrni numrin e telefonit e keni në ekran, ju presim. Është në altësia 6 metra, edhe është fantastike, përpara është marrëveshje, mundet me u betonua apo kocka, gjitha sendet janë me marrëveshje. Ju presim, thirrni. Për bizneset lloj-llojshme, për depo, asfaltin e ka afër, edhe këtu është rruga, është e rregullu. Ka po bën Luan? Po, reklama punon, pronari pushon. Po, pushon dhe se shtu. Që shumë kollajve, që stërpik, që shtu, edhe, po, gjithmonë, ja boj mëngjesin nusës, që ku është gati, po kry. E boni Luani, lehtë? E shpejt.